Prej 3 ditësh zona malësisë e Kurbinit ka qenë izoluar si pasojë e shkatrimit disa urave, rreshqitjeve të dherave dhe dëmtimit të rrugës kryesore. Malësia e Kurbinit konsiderohet ndër zonet e prekura nga rreshtet dendore të cilat sollen veshrimin e ujërave të lumit Hordhac, që përshkon disa prej fshatrave, për pasojë disa ura u shemben dhe segment rrugor u degraduan. Sipas kryeut të njësisë administrative Milot, Drejtan Preqi, në fshatin e largët Vinjoll vijojnë puna për hapjen e rrugës, ndërsa 2 fshatet e tjerë kanë dalë tashmë nga izolimi. Pas një përmytje edhe shirat jashtëzakonshme s'madh mend, kjo zonë ka qenë totalisht e bllokuar, që nga Skuraj, Gallat dhe Vinjoll. Pas fal bashkëpunimit të Bashkisë Kurbin, kryetarës së Bashkisë, Ministrisë Mbrojtjes dhe Rrjedhisë së Përgjithshme kemi bërë të mundur hapjen e kësaj rrugë dhe të kalueshme deri në fshatin Vinjoll. Këtu ka pas dëmtime urash, rrugë në hyrje të Gallatës ka qenë ura totalisht e kaputme. Dhe është bërë bashkëpunime dhe është bërë hapja. Këtë zonë ku jemi tani, aty në krahun e majtë të kemi pasur 3 familje të dëmtuara. Dhe kemi bërë ndërhyrjen, fillimisht ndërhyrjen për largimin e familjarëve, pastaj kemi bërë ndërhyrjen edhe po bëjmë këtu ku jemi po bëjmë bllokimin e lumit që mos të ketë përmbytje më. Ndërkohë në fshatin Gallat, disa familje u evakuan pas përmbytjes së banesës së tyre, me përmirësimin e situatës pritet që do të rikthehen së shpejti në shtëpi. Në zonë u shfaqin probleme dhe për shkak të dëmtimit të linjës elektrike, por energjia është rikthyer tashmë. Paralelisht në fshatin Shpërdet të Kurbinit po punohet për hapjen e rrugës së bllokuar nga dalja Lumit Droj nga shtrati që izoloi të gjithë fshatin.